shumë se 30 vitesh jeton në Itali, por zemrën e ka gjithmonë në Shkodër. Mario Gjergji shkodrani që nuk e harron kur vendlindjen, sa herë kthehet këtu, sjell me vete emocionin, dashurinë për muzikën dhe mallin për njerëzit e tij. Unë kur vin në Shkodër, sikur edhe rruga që është me 1000 kilometrash, shkurtohet dhe bëhet me kanë 2 minuta, veç kur është vendin midis Parruca, midis Pjaca, midis. E kjo është kënaqësia jeme. Moj bukri vend këtë dhe, a Shkodra ku kem le. Sa herë që vjen në Shkodër, Mario bëhet pjesë e atmosferës së qytetit, duke u bashkuar me miqe familjar në mbrëmje muzikore ku të gjithë këndojnë. Është muzika, është kënga shkodrane, është shpirti shkodranit që edhe me një njeri që unë nuk kam pas shoqëni të madhe prej këngës, prej muzikës, prej ambientit, bëhna si me kanë vllazën, si me kanë s'kena asnjë dallim midis njëri tjetrit, edhe bëhna tonë bashkë kënojmë. Fukara, pak u gja, po jena të pasën, kena këngë, shpirt, lezet. Së fundmi Mario mori pjesë në festivalin Lulebor 2025 me duetin Ku është mbush me Lulebora, ku vlerësua me çmimin orkestracioni më i mirë. Mendoj që këngët e mia janë të thjeshta, i kënon gjithkush, sepse kjo sekreti i çdo këngëtarit. Këtë kam si parim që të bëj një këngë të amël, të thjeshtë, e dashtën. Kitara është mikesha e tij më e mirë përmes së cilës ka krijuar këngë me frymë qytetarie. Mario tregon se do të vazhdojë të kompozojë këngë që ruajnë shpirtin e muzikës shkodrane. Unë krijoj për çefin tim. Don kam shumë krijime e kompozimit mia në mënyrën time, siç e thash. Unë sa të jem gjallë unë do të kënoj. Se vetëm me këngë më thonë njerëzit, po dash mi bë çefin vetit. Mario kemi të ri, po kënga është ajo që të mund të rije, që të mund gjithmonë jetë. Mario Gjergji mbetet një zë i dashur për qytetin e tij, një artist që përmes muzikës mban gjallë kujtimet, ndjenjat dhe dashurinë për Shkodrën.